Tash janë 60-70 nxënësa, s'ka më shumë. Vitin 2008 I kena pas 211 nxënësa, por në fund kanë më kthyer qëto. Dhe të shkoj kada. Qëto? Këto jena të varrezat e fshatit, kanë lënë këtë vend dhe kanë hecë. Ka për shkojnë? Përshëndetje për krejt, jena në fshatin Smirt Vitis, edhe jena zatet me një person që për nxënësat është shumë I dashur. Besoj që po. Besoj që po. Apo na prezantohesh mas pari? Unë jam Ali Aliu. Apo na tregom paciale me çka je marti, me çka po mirësh? Unë mirëna me transport, punoj me transport nxënësa për fshatit Smir, për Viti, edhe për fshatit Goshice kemi linë për Viti. Për Viti. Po. Dhe me thonë, nxënësat kur të kryjnë shkollën me nxëspresin, mu zatet me ty, a? Po, besoj që po, janë nxënësat e mirë, është punë e mirë me punu me nxënësa, po tash është problemi që janë zroglu numri tëne, është mo qaq numri I vogël, sa që është keq me thonë që vitin 2008 I kena pas 211 nxënësa, dërsa tash janë 60-70 nxënësa, s'ka më shumë, Smira, fshati Smir. 211 I ke bajtja? I kom bajt 211 nxënësa vitin 2008. Për Viti? Për Viti. Tash janë 60-70 maksimumi për Smir. Dhe të mund me morë më men, shemë sa karo numri nxënësa. 4 herë karo. Sa karo numri nxënësa është merë. Është merë, nuk e di, e kanë morë 3 njerëz për shkojnë për jashna, shkojnë, por në fund kanë më kthyer qëto. Dhe të shkojnë kada. Qëto? Ku jena qëto? Këto jena të varrezat e fshatit, edhe... A pet po lypin qëto mi pru tani, a? A pet lypin këto mi pru mas mbrami se në shkojnë ka do në botë, në fund kanë marrë këto. A pet qëto po lypin? Pse po lypin mi këthy këto? Kur po shkojnë atë që e... Pse dhe huji është gjithëherë I huji, nuk I pranon sukur në trupin e njerit të instalio diçka I huj që trupi se dal, qashtu edhe dhe huj nuk I pranon njerëz të huj, to ka brana nuk I pranon. To ka brana si pranon. A ke provu ti na herë grubetin? Kur se kum provu, as kum dash me provu. Babën e kum pas 30 vjet në Austrika, por nuk as më shëtit kum shku se nuk kum pas dëshirë me shku të Shqip. U mërzit që për babën? Shumë. Me çka u mirë baba? Ka punu për jashtë, ka shku në Gërbet, ka punu për neve, ka punu. Për juve? Po. Për që ditë sëtit, ma mirë më këtë vend. Apo na kallëzëm pak që 18 vjetë, qysh ja nise kësaj pune? Ka erdhë ideja me ja nisë me nxënësa, me kombi, me... Këtë punë me përnej transport e kum pas Matiku, po kum punu me kjertë vogër, si taksi, kum punu me kamjan si transportus me shlepjere, me kamjan zallit